Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ilir Meta i çon mesazhin e papritur Monikës pasi e pa në Big. Një moment i papritur ka ndodhur në lidhje me edicionin e ri të Bigut, që ka ndezur reagime të forta jashtë saj. Monika është shfaqur në ekranin e madh dhe mori shumë vëmendjen e publikut me qëndrimin e saj të vendosur dhe deklaratat e drejtpërdrejta, mesazhet e forta që jepte. Nuk ka ngelur pa reaguar as Ilir Meta, ish bashorti i saj. Sipas burimeve pranrethit të tyre, Meta nuk ka qëndruar indiferent. Përkundrazi, ka reaguar menjëherë duke dërguar Monikës një mesazh të ngarkuar me 9 kuptime. Ai thot, mos haro kush ishe, një frazë e shkurtër por me peshë të madhe që ka hapur një mori interpretimesh. Publiku është ndarë në dy kampe. Disa mendojnë se mesazhi ishte një kujtesë personale, një thirrje emocionale që lidhet me vitet, betejat dhe përjetimet e përbashkëta, ndërsa të tjerë shohin si një sinjal paralajmërues dhe ironik.